Unë besoj që Kryeministri Kurti, ashtu si kurse edhe përpara vendimit gjithësisht masës së pezullimit nga gjykata kushtetuese, kur kishte bërë ftesa për liderët e dy partive, por edhe gjatë kohës sa masa ishte në fuqi e që i kishte ftuar liderët e dy partive, gjithësisht të PDK-s dhe të LDK-s për konsultime në lidhje me zgjedhjen e presidentit, do të vazhdoj angazhimin e tij, ndërkaq sa i përket emrave specifik nuk ka as nevojë, as hapësirë, as arsyeshmëri që ne tani të bëjmë ndonjë ndryshim pa pasur ndonjë propozim konkret nga partitë tjera. Pra, në një situatë hipotetike, kur nuk dim se cilat do të ishin kërkesat e partive tjera, neve na mbetet që edhe një herë t'i ftojmë në diskutime krerët e partive të tjera, t'i ftojmë të gjithë deputetët që në bazë të përgjegjësive, gjithësisht besimin që u kanë dhënë qytetarët të marrin pjesë në këtë proces të rëndësishëm të votimit të presidentit të vendit, në mënyrë që kuvendi të vazhdoj punën edhe vendi të mos shkojë edhe në një palë zgjedhje të reja. Faleminderit, unë e kuptoj shqetësimin ose ato që ju e parashtruat edhe si pyetje edhe si shqetësim. Besoj që ashtu si kurse ju e përmendet edhe organet kompetente do të angazhohen me shumë seriozitet për këtë çështje, unë nuk kam një emër të përveçëm, por ju bëj thirrje edhe ju lus të gjithë ju që ndiheni rehat dhe komod me punën e ndershme, me përgjegjësi transparente që bëni për qytetarët, të vazhdoni të bëni raportimin korrekt, ndërkaq ata të cilët ndjehen të intimiduar për arsye të ndryshme, uroj që të mos kenë arsye për ta bërë një gjë të tillë. Besoj shumë dhe apeloj te organet kompetente që të zhvillojnë gjithë hetimet, sepse deklaratat që i bëri edhe kryeministri, por edhe ato që janë thënë edhe nga personat e tjerë, janë të bazuar në raportime dhe besoj në fakte të cilat vetë se janë duke u trajtuar tashmë. Vetëvendosja natyrisht se nuk ka frikë as nga vërteta e as nga mediat. Kërkesat edhe thirrjet tona janë që secili prej nesh, përfshi neve që jemi deputetë, persona me përgjegjësi publike, ashtu edhe gazetarët dhe gjitha mediat të cilat kanë mandat që të veprojnë edhe në interes të së mirës së përgjithshme dhe në informim të qytetarëve, ta kryejmë detyrën tonë bazë përgjegjësive që i kemi. Dhe unë përkundër që kemi pa në të kaluarën, në një kohë jo shumë të largët, ndoshta edhe ndikimet e mediat, ky asnjëherë as nuk ka qenë as nuk do të jetë synimi edhe qëllimi i vetëvendosjes.